Kisha një emocion të papar, domethënë që Fadili ishte akoma gjallë. Ishte me kuriz dhe kur e shoh nuk i besoja syve të mi që Fadili ishte gjallë dhe ishte shumë mirë. Procedurat e radioterapisë kishin shkuar mirë, plaga ishte mbyllur dhe ai ishte sikur si ishte operuar. Dhe ne marrim urgjent në sallë me temperaturë 39. Kishte një impenjim nga gjithë stafi, nuk është fare merita ime. Unë isha mjeku përgjegjës, por ne të gjithë e donim atë. Ai më një djalë të vogël 9 vjeç që vinte nga një fshat i Beratit, i djegur me korrent dhe i rrëzuar nga një lartësi prej 9 metrash, që përveç djegjeve duhet kishte probleme edhe me komocionin, ndoshta me frakturat. Mundoja që t'i mbaja kokën pa lëvizur, ndërkohë që ambulanca este në ato rrugët me gropa dhe nuk kishe shans që ti ta mbaja atë të imobilizuar. Gjithë jemi të vetishëm që kur dalim rrugë shikojmë fytyrat bëra njësoj, me të njëjtat moza, me të njëjtat buzë, me vetulla tatuazhe të ngritura, pra një tendencë e frikshme për t'u larguar të qenit vetvetja dhe i bukur natyralisht. Po unë do doja të mbajsha mend si një njeri që ka bërë më të mirën për ta, që ka dhënë maksimumin dhe që nuk ka refuzuar asnjëherë të trajtojë atë që mund të trajtojë dhe nuk ka refuzuar asnjëherë që të japi ndihmën aty ku mund të japi ndihmë.